Tani realisht kërkojnë një mbështetje për gjithë qytetarëve, se realisht po ikëm edhe ne, nuk ka për të ngel njeri më këtu. Ose të organizona do bëjmë luftë. Ka shkisha. Faleminderit. Edhe diçka. Shteti nuk vend dorë fare në vaditje. Kanali Peqin Kavaj e kanë bëu gjyshat tonë me krah që në kohën me aksione që në kohën e gjajit e mver, me krah e kanë bëu dhe është kanali dhe vetëm për fajt të shtetit që duke pas gjithë mjetet sot, edhe teknologji sa dush, edhe ne janë mira hektar pa vaditje në komunën Synej, Bashkinë Kavaj. Janë mira hektar që nuk vjen pe kujti. Kjo është realisht o nuk din ministri bujqësisë ose se një fare kanalin Peqin Kavaj, janë mira hektar. Që jemi këtu tek ministri, 10 nga përfaqësuesit tuaj janë brenda Ministrisë së Bujqësisë tani duke biseduar me ministrin e Bujqësisë Andi Salla dhe me ministrin e Financave Petrit Malaj për kërkesat tuaja. A mendoni se do të ketë një rezultat pozitiv për kërkesat tuaja dhe a do të plotësohen ato apo do të merren parasysh? Qoftë se nuk do merren parasysh, ne do presim përgjigjen kur të dalin anëtarët tan, ne do presim. Qoftë se shteti do mori një hap më përpara, se nuk mund gjenë justifikimin gjithmonë ti s'ka lek sot e s'ka lek nesër, sepse plani bëhet para vitit dhe jo masit hynë viti edhe leket, ne bëjmë aplikimin 2026 e leket ku t'i morim 2028, edhe ato subvencione që jep, se edhe vjet, e kemi bo në 2025, leket janë morin 2026. A ka një qik mento që mos tallën realisht me fermerët e vendit? Nuk kemi kundra as Kosovës, as Maqedonisë, as Serbisë, as Europës, por realisht duhet na subvencionojë edhe ne paktën si Ballkani, se te Europa nuk shkojmë dot. Jo në Europë, po në Europë nuk do të shkojmë. Nëse nuk gjeni zgjidhje në këtë moment dhe në ditën e vijim. Nëse nuk gjejmë zgjidhje, do të organizojna dhe do bllokojmë autostradën. Në Kukës, Shkodër, Vlorë, Kavaj, do ta paralizojmë. Edhe do t'i nxjerrim edhe lopët në autostradë. Me të vërtetë ndoshta mund të ketë pak mjete, ne do t'i nxjerrim